Kjo është qendra e parë në rajon e cila përfaqëson komunitetet dhe shpresojmë shumë që edhe institucionet të shohin rëndësinë e kësaj qendrës. Organizata Zëri i Romëve, Ashkalenjeve dhe Egjiptianëve në Kosovë ka hapur një qendër të re multikulturore të quajtur Krah. Kjo qendër u krijua për qëllime të njohjes së historisë, prejardhjes, kulturës dhe identitetit të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian. Njomza Uka Selimi, zyrtare e programit në këtë organizat, tregoi se qendra do të jetë e hapur për çdo qytetar që është interesuar të informohet e vetëdijsohet rreth jetës e veprimtarisë së këtyre komuniteteve. Karakteristike veçante të kësaj qendre është logoja në formë të petaleve të kamomilit, që krijon një simbol të ringritjes, butësisë e forcës për këto komunitete. Në këtë ndërthurje, logoja shndërrohet në metaforë për një fillim të ri, një vend ku kultura lulëzon, diverziteti vlerësohet e shpresa merr formë. Qendra multikulturore Krah realisht ka një kohë që kemi fillu ose është inicu si projekt. Qëllimi jonë ka qenë që të prezantojmë historinë, identitetin, kulturën e komuniteteve rom, ashkali egjiptian. Fatkeqësisht mungesa e prezantimeve të historisë të këtyre tri komuniteteve në tekstet shkollore, në muze të ndryshëm, në pjesën e institucioneve, e kemi pa që një farë forme ngrit diskriminimin sa më shumë në drejtim të këtyre. Përderisa mungesa e njohurive bazike se prejardhja komuniteteve, nga kanë ardhur, cilat janë ato identitetet të cilat ose kulturat që na dallojnë ndërmjet vete, mund edhe të ndikojë pozitivisht në vetëdijsim dhe në zvoglim të diskriminimit. Qendra multikulturore Krah ka tash në muajin dhjetor të vitit 2025 është hapur. Është aktualisht e hapur dhe është çdo ditë të javës ose çdo ditë të punës hapet dhe është e hapur për të gjithë qytetarët të cilët janë interesuar me ardhur, me informu dhe pse ju mu vetëdijsu më shumë rreth asajna prejardhjes, kulturës, trashëgimisë të këtyre tri komuniteteve. Aktualisht jemi ala në fazën fillestare për me potencu diçka të tillë. Përderisa sa i përket komuniteteve rom, ashkali egjiptian, fatmirësisht kemi pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Ka shumë familje të cilët edhe si smundeni me pa këtu në qendër kanë dhuru materiale të veta familjare shumë të vjetra, të cilët në një formë ose tjetër reprezentojnë kulturën e këtyre tri komuniteteve. Realisht për komunitetet e tjera ne shpresojmë shumë që çdo ditë të kemi sa më shumë vizitorë, të cilët informohen, e shohin këtë hapësirë dhe pse jo të japin sa më shumë inpute të cilat munden me ndiku pozitivisht në drejtim të këtyre komuniteteve. Fatkeqësisht jo për momentin, mirë po qëllimi jonë është që kjo qendër të bëhet institucionale dhe të jetë pjesë e institucioneve të Republikës Kosovës. Kjo është qendra e parë në rajon e cila përfaqëson komunitetet dhe shpresojmë shumë që edhe institucionet të shohin rëndësinë e kësaj qendrës dhe pse jo së bashku të bëjmë diçka sa më të mirë për vendin tonë.